Një 13 vjeçare ka vdekur mbrëmjen e së entes në fshatin Shajnë të komunës së Dragashit, si pasojë e shpërthimit të një bombole gazi brenda shtëpisë. Ngjarja ndodhi brenda kuzhinës, eci pas imamit të fshatit Indir Shabani, kur shpërtheu bombola aty kishte edhe fëmijë të tjerë. Në fillim jemi njoftuar nga nëna e vajzës, si pasojë e shpërthimit të një bombole të gazit, ka humbur jetën një mitur e moshës 13 vjeçare. Po shtëpia është demoluar, dhoma domethënë që ka qenë salloni dhe kuzhinë bashk. Në momentin e shpërthimit të bombolës kanë qenë prezent edhe 2 fëmijë tjerë për pasojë që nuk kanë pasur lëndime, për fat të mirë. E mitura kishte vdekur në vendin e ngjarjes. Ushtruesi detyrës së drejtorit të CKMF-s në Dragash thotë se viktima kishte pasur lëndime të rënda të cilat s'arriti të mbijetonte. Mjeku kujdestar i ndërrimit ka konstatuar vdekjen si pasojë e eksplodimit të pacientit. Lëndimet kanë qenë lëndime shumë të rënda, kryesisht lëndime traumatike të cilat janë fatale dhe nuk mund të kenë gjasa për mbijetesë. Ka pasur lëndime në rajonin e Kraharorit, duke përfshirë edhe organet e brendshme. Rasti është duke u hetuar si shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Pas shikimit të vendit ngjarje mbledha prova të dëshmive në konsultim me prokurorin, prokurori ka urdhëruar që trupi i pajetë të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për ekzaminim. Gjatë të premtes, familjarët e 13 vjeçares kanë hapur dyert për krye shnosh.